Selam aleikum, shikues të dashur, jemi këtu edhe në një emision tjetër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë emision, ne jemi këtu vetëm për të biseduar, por jemi edhe për të mësuar sura dhe gjëra të reja rreth fesë islame. Këtu në studio i kemi disa fëmijë që në moshë të vogël i kanë bërë hapat e tyre të mësojnë më shumë rreth fesë. Si quhesh? Unë quhem Omera Beci. Sa vjeç ke? Unë jam 7 vjeçare. A shkon ti në mejtap? Po, në xhamin të Bregut. Që sa vite je në mejtap? 3 vjet. Ke mësuar gjëra të reja? Po, Dhe cila është ajo gjë që don ti ta ndash me ne? Ajetul Kursin. Mashallah, shumë mirë. Kush ta mësoi ty Ajetul Kursin? Hoxha. Shumë mirë. Sa të ka zgjata, a ke pas zor me mësu? Jo. Mund të fillosh të thuash. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mashallah, shumë mirë. Vazhdo me shokon. Si quhesh? Unë quhem Benjamin Beci. Sa vjeç ke? Unë i kam 8 vjeç. A je i gëzuar që je në muajin e shenjtë të Ramazanit? Po shumë. Ke agjëruar ndonjë ditë? Po, tona. Mashallah, shumë mirë. Çka ke përgatitur sot për ne? Unë kam përgatitur surën Al-Maun. Mashallah, mund të fillosh të thuash. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'ayta alladhi yukadhibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahudu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shumë bukur, po ti sa të ka zgjata mësosh këtë sura? Jo shumë. Bravo, shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Assalamu alaikum. Aleikum selam, si quhesh? Unë quhem Sadeta Ficic. Sa vjet i ke? Unë kam 10 vjeça. Në cilin mejtap shkon? Unë shkoj në xhami së Bregut. Bravo, shumë mirë. Në cilën moshë ke filluar të shkosh në mejtap? Kam filluar në 7 ose 8 vjeçare. Shumë mirë, çka ke përgatitur ti sot për ne? Ashhadun. Mashallah, mund t'ja fillosh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kë është shahadeti, apo? Po. Kur e ke mësuar ti shahadetin? Unë kam mësuar para se ka filluar majtepi dhe pastaj kur ma ka vetur hoxha atë ja kam fal nur. Shumë mirë. Vazhdo me shoqen. Selam aleikum. Aleikum selam, si quhesh? Reina Murtovic. Sa vjeç i ke? Jam 11 vjeçare. Shumë mirë. Shkon ti në mejtap? Po. Në cilën? Në xhamin e Bregut. Shumë mirë. Në sa vjeç ke filluar të shkosh në mejtap? Kur kam qenë 7 vjeç. Forena, ke agjëruar ti muajin e Ramazanit? Pa disa ditë. Shumë mirë. Po ke dëshirë të shkosh edhe në Teravi? Pa. Bravo. Çka ke përgatitur ti sot për ne? Më kam përgatitur sulën Ajetul Kursin. Mashallah, shumë mirë. Mund t'ja fillosh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa ma yuhiduna bi shay'in ilmihi illa bima sha'a fasi'a kursiyuhu samawati wal ard wa yahudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Shumë mirë. E kam pa që të dyja të keni pas Ajetul Kursin dhe kjo është shumë gjë e mirë sepse Ajetul Kursi është një pjesë shumë e rëndësishme nga Kurani që duhet ta dimë të gjithë. Dhe ne shikues të dashur do ta përmbyllim këtë emision me një hadith. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush nuk i mëshiron të vegjëlit dhe kush nuk i respekton të rriturit nuk është prinash. Kjo do të thotë që të vegjëlit duhet t'i duam shumë dhe të rriturit t'i respektojnë. Assalamu alaikum.